pyetja që mund të bëj gjithkush është që pse çfarë të keq e ka. Po kur ky fenomen kthehet në varësi? Atëherë fenomeni kthehet në varësi kur prek këto 3 pika, që është disfunksioni, pa aftësia për të ekzekutuar, pra gjërat e jetës së përditshme, sepse ky fiksim ose varësia a mbyt aftësinë e tij për të bërë gjërat e tjera, dhe probleme në marrëdhëniet interpersonale me të tjerët. Me të tjerët, pikërisht ajo. Ju thatë që a klasifikohet varësi, a njihet si varësia nga pornografia? Është diçka shumë kritike për të diskutuar në fakt, dhe është një arsye pse në këtë moment që gjendemi, pra nuk ka një diagnozë për këtë, sepse shumë psikologë sot në manualin diagnostifikor statistik të sëmundjeve mendore numër 5, që përdoret nga shoqata amerikane e psiqiatrisë për të gjithë botën, për të vendosur pra diagnozën sëmundjes mendore, nuk njihet si një sëmundje, por njihet si një formë manifestimi e personalitetit i cili ka varësi.